vitit që po mbyllet është një vit pozitiv apo negativ për familjet tona? Që të bësh një gjykim, domethënë relatuar pyetjes tuaj, ka disa nuk mund të themi që është pozitiv apo negativ, sepse për disa mund të jetë mirë, po për shumicën mendoj unë sepse mendoj se nuk është një fund viti i lumtur me tërë këto zënka dhe sherrë që shikojmë midis politikës për të gjitha çështjet. Unë më tepër dosha të fokusohesha. Ju tha që ka qenë një vit për disa mund të qenë i lumtur, por për disa të tjerë jo. Edhe kur flasim për disa të tjerë, shumica tek ta të tjerë duket sikur janë edhe shtresa më në nevojë edhe pensionistët. Patjetër, kryesisht pjesa e cila nuk e pret me ndonjë themi gëzim të madh këtë pjesën e fundit të festave të fundvitit, natyrisht që janë pensionistët, dhe në qoftë se do më lejoni, unë dua të bëj edhe 2-3, le të themi, 2-3 jo sugjerime, po zbulim flete, domethënë ngritje pete lakrori, nëse do ta bëjmë në mënyrë figurative, për ta parë realitetin siç është. Po, vjet u deklarua që në vitin 2024 në totalin e popullsisë të Shqipërisë ishin 724.000 pensionista. Këtë vit, nga të tërë burimet që unë kam studiuar dhe aq sa kam pasur akses në për këto dokumentacionin online, se tash jemi të detyruar të shikojmë, janë 787.000 pensionista, të cilët natyrisht qeveria I bëri me një, le të themi, I hodhi një qesk me ushqime, atyre që janë nën shumën 20.000 lekë, do flasim gjithmonë me lekë të reja, atyre që janë nën shumën 20.000 lekë do të jepte 15.000 lekë të reja, ose rreth sa I bie 1.250 lekë në muaj shtes, nëse e pjesëtojmë me 12, dhe atyre që janë mbi 20.000 lekë do t'ju jepte 10.000 lekë të reja. Dhe numri atyre është 192.000, nga 737, 192.000 pensionista marrin mbi 20.000 lekë të reja. Tani, në këtë, nëse do ta quajmë ekuacion, kjo është, si me thonë, shkova ke filja dhe me lagojën, nëse është I fjalë urtë popullore, sepse ai pensionist që e ka 19.900 lekë, do marri 15.000 lekë të reja, ndërsa ai që e ka 20.100 lekë, do marri 10.000 lekë të reja. Qysh këtu fillon diferencimi? Dhe si njeri që ka punuar, ka njohur në disa sektorë, ka punuar në minier, ka punuar në kooperativë bujqësore, ka punuar në institut kërkimesh për bujqësinë, etj, s'ka rëndësi, në bankë bujqësore ka punuar. Kjo duhet të bëheshe me një lloj dhe bëjnë specialistët, e bëjnë dhe programimet, e bën dhe AI-a rrezik, po të duash, I sot në kohën e përdorimit të inteligjencës artificiale. Kjo duhet të ndaheshe, sepse zotëri, si mund të marrë njëri që e ka 20.100 lekë pensionin dhe një deputet që e ka 150.000, 160.000, 170.000 lekë pensionin, të marrin të 20.000 lekë. Kjo mund të ndaheshe në fasha. Dhe është shumë e kollajshme me një Excel e bën cili do specialist I më I thjesht dhe më I pakualifikuar. I thua, kjo këtu, edhe kjo, edhe sikur të bëheshe kjo. Këta nuk din apo nuk duan? Këta nuk din apo nuk duan? Ja, kjo është thjesht që nuk duan. Ky I ka rënë me një sopat. Po jo zotëri, se u ta shpjegova. Një deputet, një ish-ministër, një kudion se qa, merë 150.000, 160.000, 200.000 lekë pension kam dëgjuar që marrin. Të reja. 200.000 lekë pension, duhet t'jesh CEO në Amerikë që ta marrësh kur dalësh pension. Këtu më ne merken në Shqipëri. Ore, po ku gjejnë këto para, pra ne dalim bosh, neve të s'kemi para. Pa fol. Pastaj, për keq menaxhimin e tërë këtyre viteve Gano dhe Treshi e mrapa, ku ne dëgjojmë tërë jetën, u vodh kjo, u bë kjo, iku ajo.
Dhe më e keqa, Para dhe pas 93-shit përveç vjedhjes, me dokumentacionin, me borderot, me dokumentat, ka në gjë që më kupton? Po, ajo është një aspekt shumë i mirë që ju e përmendët. Unë në një bisedë që para një 2 javësh isha i ftuar në një televizion tjetër, ndjes ishte edhe një zotëri i cili kishte qysh nga 91 që merreshe vetëm me pjesën e skemës sigurime shoqërore. Dhe nga ai dëgjova, mësova tani, sepse unë jam në moshë pensioni, jam fiks 65 vjeç, i kam mbushur para 2 muajsh, dhe tha që 910 ose 912.000 fletë borderosh janë humbur, janë keq administruar, janë zhdukur nga arkiva e sigurimeve shoqërore. Dhe kjo do me thënë që janë paguar parat nga ndërmarrje, nga entitetet private, nëse ka pasur ato 2-3 vjet që atë janë paguar parat, do me thënë janë mbajtur njerëzve parat dhe nuk i gjen dhe nuk e quajnë si fitërsi pune. Kjo është një skandal më vete, një çfarë them të. Nuk di dhe nuk e zgjen dot më. Dhe kjo është e keqja. Por, siç tham, që mos ta ndërpritja atë linjën e mendimit të mëparshëm. Ideja ishte kjo, që tërë këto abuzime që janë bërë në vitet e demokracisë, e fillojmë qysh me drurin e Arrës në 94 në ku diu se çfarë. E vim pastaj tek skandali me Qes Dian, e vim pastaj ke rruga Kombit, e vim pastaj ke skandalet e pafundme të kësaj qeverie nga 2013. O zotri, të tërë këta njerëz kanë vazhduar të marrin para. Ku i marrin para ndërkohë që vidhen? Dhe kjo është kultura e mos ndëshkimit. Dhe kjo është që kjo zonja e zëvendës kryeministre që është akuzuar, kjo thotë është unë nuk dua ta paragjykoj çfarë ka bërë ajo, po përderisa guxon ai organi i drejtësisë që quhet prokurori ose një nga degët e sistemit drejtësisë guxon dhe akuzon. Jo e akuzon, po hedh dyshimin e arsyeshëm se këtu ka abuzime tek tuneli edhe tek Nazare, ku janë ato çështjet që ka ajo, që këtu neve themi, ore zotri, po tërë këta njerëz që i vinë mrapa kësaj zonjës kryeministre, këta marrin rroga më zotri, po ku i paguajnë pra? Ku dalin parat? Këta marrin rroga dhe buxheti varfrohet dhe këta nuk marrin rroga të pakta më zotri, sepse vetë kryeministri në qershor të 2025 ka deklaruar që paga mesatare në administratë publike na qenë nga 1.030 euro. 1.030 euro nuk e ka Greqia më burra, kupton ku jemi dhe këta janë të gjithë që çfarë punë bëjnë, çfarë efikasiteti kanë. Nuk ndalohet një kokërlegu, skandali pafundëm me ASHBR-n e fondeve të Komunitetit Evropian, sa unë detyruan ata, dhe asaj nuk i ka hyrë akoma një gjë në këmbë, asaj zonjës ish ministre. E treta, skandali me AKU-n, u futën 2.000 ton mish i kontaminuar dhe askush nuk u përgjigj, nuk u mbaj një ditë pune, nga 30 njerëz, nga 30 sinxhir njerëzish. Natyrisht që neve do rrisim borxhin kështu. Pavarësisht se qeveria bëri këtë pjesën, se kjo është pak teknike, për t'u ashtu, pavarësisht bëri uljen e euros që ne nuk e dim si e ka bërë uljen, s'na ka thënë nuk është bërë publike, ndërkohë që është një informacion i cili duhet të jetë publik, edhe për njerëz që e kuptojnë mekanizmin e financës, ai uli euro nga 140, 138 lekë, 140 lekë ishte euro, e ka bërë 96, 97, 98. Grumbullon me të njëjtë, domethënë ti bli 1 euro, ti bli 100.000 euro me 14 milion lek, sot i ble 100.000 euro i ble me 9.800.000 lek. Dhe ky lanë edhe borxhet edhe duket sikur bën dhe figurë të mirë. Po kjo është një le të themi një thik mas shpine për eksportuesit, sepse të gjithë eksportuesit ankohen. Zoti Koruni, ju e përmendët se nuk isha ndërmend të hyja te kjo pjesë, por më që u ndalët te pjesa e skandaleve dhe ballukut dhe të tjerëve, po gjithë këto miliona, po ndërkohë që në